Diku në Myzeqe, në fillim të viteve 60, një vajzë e vogël jetonte ditët e fëmijërisë në një kasolle internimi. Vendi quhej Ferma Çlirimi Fier, një emër kontradiktor përballë fatit të njerëzve të internuar që mbaheshin aty në kushte burgimi dhe lirie të mohuar. Vajza e vogël quhej Nesrete Bushati, me një histori familjare në Shkodër, po ashtu me burgime të babait, xhaxhait dhe internim të tyre më vonë në një zonë të izoluar të Shkodrës. Nesi, siç e thërrisnin të afërmit, ishte larguar nga familja e saj në internim që në moshën 3 vjeç, duke ndjekur gjyshen e saj, Hatixha Kazazin, kishte përfunduar në këtë fshat internimi në Fier ku mbahej i izoluar daja i saj, Osman Kazazi. Fati i saj dhe i gjithë familjes për afro 4 dekada do të lidhej ngushtë me fatin e dajës së saj Osmanit, pranë të cilit do të kalonte vitet e fëmijërisë së hershme, do të kalonte vitet e ankthit kur atë do ta riarrestonin për së dyti, pak vite më vonë pas internimit. Do të përjetonte po ashtu udhëtimet drejt burgut për ta parë për vite me radhë, pastaj heshtjen dhe ndarjen prej tij që ja impononte diktatura dhe në fund një ribashkim në rrethana të çuditshme pas një keqkuptimi të gjatë shumë vjeçar. Kujtimet e para unë i kam rreth moshës 4-5 vjeç, që aty fillon. Sepse më herë është më e vështirë t'i mbash mend. Kur unë kam qenë 3 vjeç, daja mbaroi dënimin e parë dhe u internua fillimisht në fermë të çlirimit të Fierit dhe pastaj në Shtryllas, pjesën më të madhe të internimit. Në kohën që daja është internuar, familjarët duke filluar gjyshja pothuajse rinte tërë kohës aty. Ndërsa motrat e Osmanit e bënin me radhë. Në fermë çlirim unë kam jetuar gati 1 vit, sepse daja donte që unë të isha aty vazhdimisht. Nesi kujton se për herë të parë mamaja e saj mbërriti në atë kamp internimi për të vizituar Osmanin bashkë me vëllain e saj të porsalindur. Për herë të parë erdhi me vëllain tim të vogël, sepse një vëlla lindi në 59-ën, pra në kohën që daja u internua, lindi një vëlla. Dhe mama ka ardhur pak më vonë për ta takuar, meqense ishte i vogël vëllai im dhe bile tim vëllat i kanë vënë emrin Shpëtim. Pikërisht për këto moment duke menduar që me që Osmani doli nga burgu dhe u internua dhe ky do ishte fundi i burgosjes Osmanit, edhe e menduan si një shpëtim dhe i vunë edhe emrin vllait Shpëtim. Nesi rrëfen se në atë kamp internimi ka një kujtim të hidhur dhe traumatik, i cili la shenjë të fortë duke i treguar në një ditë të vetme anën më brutale të diktaturës. Në moshën 4 vjeçare, unë kam një kujtim shumë të hidhur këtu. Pasi unë isha duke ndëjtur tek daja me tezën e vogël, më të voglën, Sabiren, e mbaj mend që kapanoni i internimit ishte një kapanon i gjatë, shumë i gjatë, që ishte ndarë në dhoma. Dhe dhoma e parë, që ishte dhe dhoma më e vogël, ishte Osmanit. Dhomat e tjera ishin më të mëdhaja dhe ishin për familje më të mëdhaja. Në ato kohë aty erdhi u internua dhe një familje me të cilët ne kishim shumë miqësi. Pasi babai i tyre ishte mik me dajën, me Osmanin, pasi ishte antari ballit kombëtar dhe pastaj ai arriti të arratisëshe, të ikte, po familja mbeti këtu dhe tërë kohën kanë qenë të internuar. Dhe ata kishin të njëjtën histori. Kishin një vëlla të vetëm,
ishte familja Meço, ose Meço Rapa i thirreshin ata. Vetëm një vlla, Fadilin, që u burgoz vazhdimisht dhe këto ishin 4 motra, kishin gjyshen dhe mamën e tyre dhe tërkohën këto e kanë kaluar në internim. Meqense ne ishim një familje që njiheshim shumë me njëri tjetrin, ishim shumë të afërt, po thuaj se një familje shkonim, rinim tek njëri tjetri, si duket nuk e shikonte sigurimi me sy shumë të mirë këtë marrëdhënie, se ishim si një familje bile ata kishin një dhomë të madhe dhe meqense ishin gjithë gra, ne flinim aty. Daja flinte tek dhoma vet dhe ne flinim atje tek ata. Atë ditë që Nesi e kujton me dhimbje, ishin njoftuar se do t'ju vinte për vizitë tek Osmani, njëra prej motrave të tij, dhe pasi ata do të dilnin për ta pritur, Nesi 4 vjeçare do të rrinte në kamp tek zonjat fqinje. Edhe me një telegram lajmëruan që në filan ditë do vimi, po kur vinin, ata vinin të ngarkuar me ushqime. Dhe kështu që duhet të dilnin në Fier, deri në Fier ishte stacioni i autobusit dhe pastaj duhesha bërë në këmbë rruga. Bilon e mbaj mend kur rrugën nga Fieri deri në ku dilte Daja na priste sigurisht me leje, se duhet shkonte të merrte një leje që ta lejonin të dilte nga vendi ku ishte internuar dhe deri në Fier të shkonte për të na prit ne. Mua më mbante në krah sepse ne nuk na merrin aty vetëm një kamion. Kamiona mund të kishte që lëviznin, po kamionat nuk të merrnin kur e dinin që ishte i internuar. Dhe Daja më bante gjithmonë në krah, mbaj mend, se isha e vogël, edhe ishte një rrugë goxha e gjatë për të ecur këmbë. Kështu që Tesja dhe Daja do shkonin të prisnin këta të tjerë që do vinin nga Tirana, do të shkonin në Fier. Pasi ata ishin larguar nga kampi, Nesi kujton mbërritjen me zhurmë të një kamioni para dhomave të tyre të internimit. Ajo kujton urdhrat e prerë të burrave që mbërriten me kamion, të cilët ju bërtisnin grave, me të cilat Nesi po qëndronte, duke i urdhëruar të mblidhnin plaçkat me nxitim se do t'i largonin që aty. Edhe i thanë këtyre që do të mblidhni urgjentisht rrobat sepse ju do transferoheni. Po ku do ikim, do ta merrni vesh kur të shkoni. Po i thanë ata, ka mundësi të presim pak se ne kemi këtë vajzën e vogël që nuk është e jona. Dhe duhet të presim familjarët e saj që të vinë dhe pastaj ne mund të nisemi. Absolutisht jo, ta merreni me vete edhe këtë fëmijë dhe nuk duam t'ja dim, edhe e kam të gjallë në mendje se si i kanë marrë ato rrobat e tyre, i kanë hedhur në kamion kështu sikur nuk di ta shpjegoj në një mënyrë shinjerzare. Nesi rrëfen se edhe gjyshen e familjes, një zonjë moshuar dhe e verbër mbi të 80-tat, e hipën aty mbi kamionin e hapur, mbi plaçkat e hedhura në karroceri, bashkë me gjithë anëtarët e tjerë të familjes. Bashkë me ta, në atë kamion, e pa veten edhe Nesi e vogël e traumatizuar, pa e ditur ku po i çonin dhe nëse do ta shihte më familjen e saj apo jo. Gjatë rrugës, kaluam në Fier, kaluam dhe Fierin, edhe filloi një shi i imët. Dhe mbaj mend që çka kishin ato batanie na mbuluan që të mos lageshin. Mund çaja gjatë tërë kohës. Ku po na çojnë? Doja njerëzit e mi. Dhe ai i sigurimit, se mbaj mend ka qenë njëri ishte i veshur ushtarak, polic, dhe tjetri ishte civil, që ai duhet ishte i sigurimit. Ai bile doli një moment, hapi atë xhamin e pjesës përpara me të kamionit dhe doli tha, mbyllani gojën asaj, tha, ati fëmijët se na të shmoni duke sharë. E unë fillova të qaj në nëzë pasaj nga frika. Kur më në fund kaluam dhe Roskovecin dhe këta i quan në Kurjan. Dhe mbaj mend rezervuari i Kurjanit, dhe vinte makina rreth e rrotull rezervuari dhe pastaj ngjiteshe në kodër ku ishin shtëpiat, ishin disa shtëpia 3-4 që kishe kryesisht të internuar aty. Dhe ishte i mbushur në maksimum me ujë dhe unë kur e pash atë rezervuar u tmerrova dhe fillova të qaj po na mbysin te Zebeti, se Beti ishte
domethënë motra më e madhe e familjes. Edhe unë që qaja me të madhe thoja, bobo po na mbytin. Aq që të merrova edhe e kam kështu atë moment. Si të kishte jetuar një sken filmi dramatik, Nesi kujton çdo detaj të asaj dite. Kujton edhe mbërritjen më i kodrës ku ishin shtëpit dhe një obor të mbuluar nga balta. Ishte një obor tër balt edhe si kanë hedhur ato nga kamioni ato rroba në balt, nuk pyetën fare. Vetëm kështu i shkarkuan. I hodhën në balt dhe ata pastaj duke qarë kap rrobat ku ti sistemoshin, ku ti lanin, sa po kishin vajtur. U sistemuan disi dhe unë edhe 3 ditë këta të mitë po ju luan të mendja se s'dinin se ku ishin. Dhe mendoj të rrugës nuk u thanë se ku do t'i çonin, vetëm në momentin kur i kanë çuar dhe morën vesh që këtu do qëndrojnë. Aty në atë vend të panjohur, Nesi do të qëndronte 3 ditë. Askush nga të afërmit e saj nuk e dinte se ku ishte vogëlushja, derisa një moment, një nga vajzat e fqinjve që e kishin marrë me vete, arriti të njoftoi dajën e saj Osmanin në fermën Çlirim. Pastaj më e madhja nga vajzat e asaj familje ka zbritur në Roskovec edhe i ka lajmëruar këta të mitë që jemi në filan vend dhe hajde merreni Nesin. Se unë kam emrin në srete, po Nesi më trasin shkurt. Edhe ka ardhur pasaj teza më ka marrë, edhe kujtoj ato momentin kur erdhi duke qarë qaj ato i qaj tezja. Se ju a dinin vuajtit njëri tjetrit. Ky ka qenë një moment që nuk e harroj kurrë. Kjo ngjarje një kohë të largët, kur Nesi ishte vetëm 4 vjeç, shenjoi edhe marrëdhënien e saj me dajën Osman Kazazi, thelbin e përsekutimit të cilit do ta zbulonte vit pas viti, episod pas episodi. Osman Kazazi, i lindur në Tiranë më 9 korrik 1917, ishte djali i vetëm i Abdullah Kazazit dhe Hatixhe Hutës. Vëllai i vetëm i 5 motrave, Osmani u rrit në një familje qytetare tiranase. Pasi mbaroi shkollën fillore në Tiranë, Osmani vazhdoi studimet në gjimnazin e Shkodrës dhe në shtator 1939 regjistrohet në Universitetin La Sapienza në Rom, dega farmaci ku studioi për 3 vite. Në Rom, midis të internuarve dhe studentëve shqiptar antifashist, fillon aktivitetin e tij politik për lirinë e kombit të tij dhe për vendosjen e demokracisë. Në verën e vitit 1942, Osman Kazazi kthehet për pushimet verore dhe e vendos të ndërpresë studimet e tij dhe t'i bashkohet rezistencës anti-italiane në Shqipëri, duke marrë pjesë aktivisht në radhët e ballit kombëtar, sidomos në shtypin e kësaj organizate dhe në organizimin e rezistencës antifashiste në qytet. Me mbarimin e luftës dhe ardhjen në pushtet të komunistëve, nis kalvari i vuajtjeve të tij në diktaturë, pasi ende pa mbaruar mirë lufta, më 14 nëntor 1944, komunistët e arrestojnë si aktivist të ballit kombëtar dhe e dënojnë me 15 vjet burg. Në burgun e parë, Daja është arrestuar me 14 nëntor të 44-s, kur ishte vetëm gjysma e Tiranës e marrë nga komunistët asaj kohe. Pra pa u marrë tërë Tirana, është arrestuar Daja. Në kohën kur lindi mbesa e tij Nesi, Osmani ishte ende duke vuajtur burgimin e tij të parë. Vetëm gjatë viteve të internimit dhe pak kohë para burgimit të tij të dytë, ai do të mund të përjetonte vitet fëminore të mbesës së tij. Pak kohë më mbrapa e transferuan dhe Dajën e çuan në Shtyllas. Atje kishte një dhomë të vogël, por kishte edhe një depë ku gatuanin, gjyshja pjesë më të madhe të kohës e kalonte aty. Tezët pasaj se tezët herë me punë, herë i nxirrin nga puna, herë i fusin në punë, pasaj nga Daja prap i nxirrnin. Dhe aty ka jetuar deri në 64. Domethënë, si të thuash, ndër 40 vitet që bëri burg, ishin vitet më të lumtura të gjyshës, se kisha mundësinë të rrinte me djalin. E donin aq shumë njëri tjetrin, dhe Daja ka qenë natyrë dhe edhe natyrë shumë i dashur. Domethënë bënte shumë dhe pas motrave, edhe pas nënës, domethënë nuk ndodhte që në mëngjes të niseshe por në punë pa i përqafut gjithë me radhë, duke na përfshi dhe ne fëmijët. Ishte
e kishte kështu rutinë këtë gjë. Edhe nona sigurisht që as bëheshe fjalë që do ta përqafonte, bile më shumë se sa gocat. Me gocat ishte më e rrep, si thuash, në sensin që më e ftohtë, më e rrep, se i dukeshe sikur tani ato ishin që do ta mbanin barrën e shtëpisë edhe kur Osmani ishte jashtë, se Osmani kishte shumë gjëra për të shijuar. Pas vitit 1964, siç shpjegon Nesi, Osmani u lirua nga internimi dhe kaloi 2 vite në Tiranë. Ato 2 vite janë të mbushura me kujdes ekstrem, por edhe lumturi të vogla familjare. Mbaj mend që Daja edhe ato 2 vite që kanë ndetur jashtë, pothuajse s'dilte fare, sepse gjurmonin gjithmonë, edhe ishte ajo frika edhe këtyre të familjes që më mirë të mos dilë se mundet të shpëtonte fjalët, sepse edhe nuk e përmbante veten kur shikonte gjëra që nuk i pëlqenin. Nuk mundesh e ta mbante pa e folur. Edhe ishte gjithmonë kjo frika dhe pothuajse nuk dilte fare, mbaj mend vetëm tek tezet që ishin të martuara, te ndonjë fare fis aty përballë, që ishin te kazas përballë. Domethënë në një rreth shumë të ngushtë, edhe në kinema kur shkonim në kinema, mbaj mend se ne kemi pas shtëpinë te kinema Shatin Mëndori. Edhe shkonim komplet familje që e merrnim dhe Dajën domethënë me veti, që shkonim të tërë, jo s'bëshe fjalë shkonte Daja me një shok ose me një, e kishte shumë të ngushtë, pra, edhe tek shokut kur shkonte edhe kishte frikë në fakt se thoshte jo për veten. Mendonte se mund t'i bënte dëm të tjerëve ku do shkonte. Këto kanë qenë 2 vitet e Dajës, por jashtë shtëpisë domethënë, por gjithmonë i lumtur që ishte me familjen. Pastaj erdhi prap 66 që ju rikthye përsëri asaj jete plot peripecira e vuajtje. Ishte një ditë që e kishim perceptuar me frikë kush e di sa herë në ato 2 vite lirie të rrenjshme, duke e ndjekur hap pas hapi, i përgjuar 24 orë pa ndërprerje, Osman Kazazi arrestohet për së dyti në fund të tetorit 1966. Kjo flet e akt akuzës së tij shpjegon gjithçka. Regjimi ishte betuar ta mbante përgjithmonë në burg këtë legjend të qendresës. Edhe pse ai dhe familja ishin luajtur në ekstrem, regjimi do ta gjente mënyrën dhe do ta akuzonte se ai kishte mendime dhe ide kundër regjimit komunist. Më datën 31 tetor 1966, organet e punëve të brendshme arrestuan për veprimtari armiqësore kundër pushtetit popullor të pandehurin Osman Kazazi, banues në qytetin e Tiranës. Nga hetimet e zhvilluara, rezultoi se i pandehuri Osman Kazazi ka qenë i dënuar me 15 vjet heqje lirie për veprimtari armiqësore si eksponent i organizatës tradhtare të ballit kombëtar. Pas lirimit nga burgu për rrezikshmëri shoqërore, është internuar për 5 vjet kohë në rrethin e Fierit. I pandehuri Osman Kazazi si element armik i vendosur kundër pushtetit, fill pas lirimit nga burgu, si gjatë kohës së internimit, edhe në vazhdim, deri në ditën e arrestimit të tij, ka zhvilluar biseda armiqësore me persona të ndryshme kundër pushtetit popullor. Biseda të cilat kanë synuar në minimin dhe dobësimin e pushtetit popullor. Pas këtij arrestimi, Osman Kazazi nuk do të përjetonte më lirinë deri në grahmat e fundit të diktaturës. Nesi thot se pas burgimit të tij të dytë, familja e tronditur do të riniste shtektimin e dhimbshëm në përburgjet ku diktatura do ta izolonte Osman Kazazin. Në ato shtektime dhimbje, me trasta në krah, e ëma Osmanit Hatixha shoqërohej gjithmonë nga njëra prej vajzave, por me kalimin e viteve, ajo që kishte më shumë mundësi për ta shoqëruar do të ishte nëna e saj. Nesi kujton se në ato vizita shpesh do të shkonte edhe ajo për të takuar dajen e saj në burg, derisa një ditë ja ndaluan rreptësisht. Kur kam qenë në klasë 7, ka qenë hera e fundit që unë kam shkuar të takoj Dajën në burg, sepse këta të kryesisë frontit e thirrën tezën e vogël dhe i thanë që po je duke unë shumë keq fëmijë duke i çuar të takoj një armik klase, një armik të popullit. Dhe po i frymëzoni gabimisht. Duhet
duhet ta kuptojnë fëmijët që ai njeri nuk duhet takuar. Dhe për të na mbrojtur neve, në fakt e konsultuan këtë gjë në një takim me Dajën, ja thanë kështu si normale, nuk mund të flitesh e hapur, edhe në letra shkruheshe me nënkuptime dhe bisedat në bukë bëheshin me shumë nënkuptime. Dhe do më thënë ai që kategorik absolutisht jo tha duhet t'i mbrojmë fëmijët. Dhe që nga ai moment unë nuk kam mundur të shkoj ta takoj Dajën dhe për herë të parë mbas shumë vitesh, ka qenë shumë e dhimbshme, ne jemi takuar kur Daja doli nga buku në 86-ën. Dhe bile unë ato dite jam kthyer dhe vonë në shtëpi sepse kam punuar në sallë operacioni, si infermiere sallë operacioni në sanatorium. Dhe patëm një urgjencë fatkeqësisht dhe unë jam kthyer vonë. Kur kam hyrë në derë, Daja tha nesi, do më thënë me një dyshim, është apo s'është. Ai takim pas shumë viteve ndarje është po ashtu i pashlyeshëm në kujtimet e Nesit. Daja që ajo kujtonte nuk ekzistonte më. Vuajtjet e burgut dhe vitet kishin lënë shenja të forta tek ai. Ishte afro 70 vjeç dhe me një pamje të rënuar shumë larg asaj që Nesi mbante mend. Kam mbetur kështu ku e kam parë, Daja ka qenë me flok kaçurela, unë e mbaja me flok kaçurela dhe ishte totalisht i qetur kur kishte dalë nga burgu, i thinjur totalisht. Dhe jemi përqafuar, sigurisht, ishte shumë madhe ngjyese, qaj unë qaj ai, shtëpia ishte mbushur plot me njerëz. Atë natë të dy Dajë mbes do të zbulonin se veç mallit, fati dhe rrethanat e largësisë mes tyre ju kishin ngritur edhe një kurth. Pak kohë mbasi u takua me njëri tjetër, ka nxjerrë një fotografi të një reviste, një kopertinë reviste nga xhepi. Dhe tha kam vite tha që e ruaj këtë. Dhe mendoj se je ti. Ishte një kopertinë e revistës Shkenca dhe Jeta që dilte atëherë. Aty ishte një nxënëse në laboratorin e kimisë të shkollës Sami Frashi, dhe unë kam mbaruar gjimnazin tek Sami Frashi, me flokë të zeza, kaçurela e kapur nga mbrapa të lidhura bisht, identik siç i mbaja unë. Dhe ky mendonte se isha unë atë foto. Pasi unë kam mbaruar gjimnazin me mesatare 10, por shkolla nuk bëshe fjalë, nuk më dha asnjëherë. Bile më caktuan të marrë se merreshe po të mbaroje me 10, merreshe një medalje atëherë dhe kishte të drejtë të zgjidhje degën që doje dhe në momentet e fundit ma hoqën këtë të drejtë dhe ja dham dikujt tjetër sepse u mor vesh që kisha këto probleme. Dhe Daja tani mendonte se më kishin nxjerrë mua në atë revistë, po s'bëshe fjalë, në pozitat që isha unë, mos më nxirrte kush aty dhe kishe vite që e ruante me mendjen që isha unë. Nuk ja kam thënë atë moment, se nuk doja ta zhgënjeja. Të nesër kam thënë ti e ke ruajtur dhe mirë ke bërë që e ke ruajtur, po s'jam unë aty. Nuk jam unë aty se dhe mua nuk kush më nxirrte në kopertinat e revistave të asaj kohe. Dhe nuk dita përshkruaj atë moment se çfarë mori fytyra e tij, mendoje çfarë një zhgënjim, një dhëmbje se kishe vite që ruante, me mendjen se isha unë edhe i doli që kishe ruajtur dikë tjetër. Ndoshta edhe ka përqafuar çdo ditë para se të zhonat pas të flintej si. Po si isha unë, edhe kjo është një pjesë e diçkaje që tregon se si njerëzit në ato kohë ndaheshin me njëri tjetrin.
Në 8 janar 1960, në një nga kampet e internimit në Fier, Osman Kazazi i shkruante një letër familjes ku zbërthen thelbin e qendresës së tij antikomuniste dhe të gjithë të burgosurve të tjerë si ai në Shqipëri që po i bënin ballë regjimit me dinjitet në kushte të paimagjinueshme. Pas periudhës së burgut të parë, ai vijonte qendresën e tij edhe në internim. Idetë dhe bindjet e tij nuk negocioheshin dhe për këtë arsye ai edhe do të burgosej pak vite më vonë për së dyti. Por gjatë kësaj periudhe në internim, ai kishte mësuar nga familjarët e tij se njerëzit kishin nisur ta krahasonin atë me Mandelën, një figurë simbole qendresës në botë atë kohë, por që siç me të drejtë theksonte Osman Kazazi, Mandela e bënte qendresën e tij në kushte komode, jo të shnjërzore si në Shqipërinë e diktaturës. Mbesa e tij, Nesrete Bushati Jegeni, thot se kjo letër drejtuar familjes, pra nënës dhe motrave të Osmanit, nga internimi ka vlera të rralla si dëshmi, por edhe si tregues i karakterit të papërkullur të Osman Kazazit. Më thatë se më quajnë Mandela i Shqipërisë. Mandela ka jetuar në mënyrë të ndryshme nga ne. Ati si ka mungue asgjave çlirisë së daljes jashtë mureve të banesës, ndërsa ne kemi qëndruar mbyllur përveç se 2 orë që dilnim në obor për ajrosje, të shënueme në rregullore, se në realitet nuk zbatohej në rregull. Ne i hanin minutat, lemen der festat, ose kur kishte ndonjë turbullirë në vend, ose ndërkombëtare, me ditë dhe javë nuk na nxirnin fare në ajrosje. Bile, ndërsa ne që ishim në shenjestër na izolonin në byruca, ashtu siç ndodheshim, pa marr asgjë me vete, as xhaketën, edhe pse ishte dimër, në çimento pa shtresë dhe mbulesë. Ai kishte fjetjen si njeri me të gjithë komfortet e nevojshme. Ai kishte radio, televizor, bibliotek, ndërsa ne flinim në përdhoma herë edhe të shtrënguar aq sa ju s'mund ta besoni. Më ka ndodhur edhe brenda 25-30 centimetrave për secilin, e kur ndonjani donte të rrotullohej që të gjithë duhet të lëviznin për të kthyer në krahun tjetër. Mandelës si mungonte asgjë, neve na mungonte gjithçka. Ai hante çai donte shpirti, ndërsa ne kishim nga një garush dhe supë në drekë dhe në darkë. Dhe kjo filloi mbas ramjes së Koçizodzës, se deri atëherë patëm vetëm 600 gram bukë në ditë. Racioni ditor ishte 40 gram makarona ose oriz, ndonjëherë edhe fasule, që ishte gjë e madhe për ne. Ja transmetonim lajmin njëri tjetrit me kënaqësi. Racioni i vajit në rregullore ishte 7 gram në ditë për të 2 vaktet, që në realitet bënte firo gjatë rrugës derisa arrinte te konsumatori as 5 gram. Gjashtë vite pas kësaj letre, pasi kishte kryer internimin dhe ishte kthyer në Tiranë, në kushte ekstremisht të vështira për ndjekje dhe survejimi, Osman Kazazi arrestohet për herë të dytë. Tashmë, gjatë kalvarit të tij të dytë, do t'i dëshmonte botës se modeli i Mandelës ishte kaq minor përballë qendresës që ai dhe shokët e tij të burgosur përjetonin në Shqipërinë e diktaturës. Jeta e tij në burgje, kalvari i vështirë i nënës dhe motrave të tij në përpjekje për ta ndihmuar, dhe modeli i lartë shoqëror që ata përfaqësonin do ta ilustronin më së miri këtë dallim mes tij dhe Mandelës. Mbesa e tij, Nesrete Bushati Jegeni, vijon rrëfimin e saj në këtë linjë të historisë ku Osmani, nëna e tij dhe motrat i bënin ballë me dinjitet një regjimi gjaksor që nuk reshte duke i luftuar. Dua të kujtoj momentin kur është arrestuar Daja herën e dytë. Në 66-ën, do të thënë unë isha 10 vjeç në atë kohë dhe im vëlla ishte 7. Ka qenë, ishim këto festoheshe, ishim kongresi i 5 i partisë, që ishin ato kongreset atëherë, po fillonin ato festimet disa ditë përpara që kur fillon vinin delegacionet, dhe nuk e harroj, kishin po shpërthenin në qendër të Tiranës, kishte gëzjarë se ishte festë. Dhe unë po e shikoja në obor. Daja pak kohë më përpara, ta po shkoj tek këto kushurin, ta kishim unë përballë disa familje Kazazi.
Dhe fillimisht nuk e di nëse keni dëgjuar Cen Kazazin, që ka qenë një mjek popullor, ka qenë Joni dhe tha Daja po shkoj një herë të bëj të rri pak atje dhe pastaj po kaloj tek kushuriri tjetër më mbrapa, kishin një derishë të vogël që komunikonin tyre këto oborët me njëri tjetrin. Edhe i than këto të tezet që shko, po mos u vono shumë se me këto një rrugë në ndante, nuk ishte larg, vetëm rruga. Se me këto rrethanat kështu, kur janë këto fesat, e diti i thanë që jemi shinjestër. Prandaj më mirë mos rri shumë të kemi këtu, jemi më të sigurt. Jo, domethënë për gjë aty, jo, pak dorin nuk vonohem. Edhe të shkoj. Kaloj gjatë nuk po vinte. Edhe më thot njëra nga tezet që shkoj një shikë gjatë cene dhe pyet, dhe shita është Daja aty? Unë, po, se si 10 vjeç edhe po shikoja fishikzarit. Po, ja sa të shikoj këto, po shko shpis se duhet shkosh ta shita teza dhe shkoj. Shkoj dhe pyes, jo, ka kohë që ka ikur. Vi dhe i them këtyre të shtëpisë ka kohë që ka ikur, më tha Gjaceni. Këto po zjenin nga brenda, sikur diçka po parandjenin. Ku në këto momente vjen një kushëri rajon. I përkiste familjes ku Daja kishte qenë për herë të fundit. Dhe në momentin që ajo po ktheheshe në shtëpi, kishte parë Dajën që e kishin tërhequr për krahësh dhe e kishin futur në një gjips, e kishin marrë që nga rruga ku kishte dalë ky nga shtëpia ku ishte, për vizitë e kishin kapur një copë rrugë kështu për krahësh dhe pastaj kishin hyrë në një gjips afër kinamashat në Ndorit. Edhe vjen dhe thot, më duket thot se kanë arrestu Lalën se kështu bashkë këtë skenë. Atëherë kam parë tezet e mia që i kanë rënë me duar kokës vetëm të një binin, dhe nona ishte në kuzhinë dhe nuk vinte gjë. Akoma po dhe këto thoni si do ju a themi. Mbas disa orësh ka trokit dera. Këto nuk ka kishin thënë akoma nonës. Po nona thoshe vazhdimisht që pse po vonohet. Ka trokit dera dhe kanë ardhur sigurimit për kontroll në shtëpi. Nesi tregon se prej atij momenti të gjithë në shtëpi e kuptuan se gjithçka kishte marrë fund. Ajo së cilës i druheshin prej 2 vitesh kishte ndodhur. Aty nona e mori vesh edhe ka humbur ndjenjat. I ka rënë të fikët. Janë ngjitur lart, e kanë bërë shtëpinë, nuk di ç'të them, çdo gjë u kthye mbrapsht. Imagjinoje tani ishte vonë, unë me tim vëlla na mbështova me badanie në obor. Çdo gjë u kthye përmbys, sa herë që vinin, domethënë e kishin këto dhe edhe herë më përpara që vinin për kontroll dhe merrnin fotografi, libra, çatu vinte përmbar. Edhe kanë ikur, nuk e dija 1-2 natës ka qenë ora. Edhe mbasi kanë ikur ato, ne kishim një oborët tona, një familje që ishim si një familje, nuk bënim asgjë pa njëri tjetrin, po sa ishim ato të sigurimit nuk shkonim dot të flinim atje. Sezonin tifusin dhe ata kishin një derë që komunikonin 2 oborët tona dhe sa po kanë ikur ato, ne kemi shku dhe kemi flet atje, unë me vllajin, sepse nuk ishin pushtrieshin, ishte çdo gjë përmbys, duheshe rregullu shtëpia. Tër natën, pastaj të tërë familja aktivizoheshe të sistemonte shtëpinë. Nesi tregon nga ajo natë, por edhe shumë netë të tjera si ajo në vijim, kur njerëzit e sigurimit vinin për kontroll në shtëpinë e tyre, tezet dhe gjyshja
ndiqnin një ritual të përhershëm, shpëtonin përmes ndihmës së komshinëve disa plaçka të vyera që mbanin në shtëpi. Sidomos në momentin që arrestoheshin ndodhte pothuajse çdo 2-3 net kjo gjë. Edhe kam të fiksuar një gjë që këta kishin, siç bëhesh atëherë që bëheshin pajat e vajzave, edhe kishin gjëra me shumë vlerë në fakt, edhe të qëndisura se njëra nga tezat, njëra nga motorat Osmanit kishte ndjekur shkollën e murgeshave dhe dinte të qepte shumë mirë, shumë bukur dhe të qëndiste, por jo të qëndiste, të pikturonte. Domethënë të qëndisurat e asaj ishin pikturë. Edhe kishte shumë gjëra të këtilla, pra të bëra me dorë që ata po t'i gjenin i merrnin, edhe mbajnë mend që ata i mbanin gjithmonë të lidhura kështu në bokshe, gjithmonë edhe në çarçafe tjetër, dhe sapo e binte dera që trokitesh nder, se mënyra e të trokiturit të tyre ishte shumë e fortë, shumë njerëzore, shumë nuk di si të them, kuptoheshin që ishin ata. Nga dritarja hidhin të tëra bokshet në oborrin e familjes ku shkonim ne plinim. Ata kishin një bodrum, kapnin dhe i fusnin aty poshtë që të mos i gjenin. Edhe nëse do kontrolloheshin dhe shtëpiat rreth e rrotull. Edhe këtë domethënë kam të fiksuar gjithmonë sa herë që vinin ata, që thonin pak më të shpëtojmë, çfarë të shpëtojmë nga këto. Ato kishin dhe vlerë shpirtërore më shumë se sa dhe ishin një mund i derdhur aty, por mund talent, shumë gjëra bashkë. Gjithsesi, ajo natë e në netët e tjera në vijim të kontrolleve, ata do të merrnin në shtëpinë e Osman Kazazit, gjithçka do t'ju zinte dora. Ky proces verbal i datës 4 shkurt 1967, i hartuar pas arrestimit të tij, dëshmon se deri në çpik shkoi konfiskimi i pasurisë së Osman Kazazit, 48 pjata vendi, një makinë qepse dhe një radio ishin pasuria kryesore e Osman Kazazit. Nga ajo natë e arrestimit, Nesi kujton se gjyqja e saj u zhyt në një dëshpërim që askush prej tyre në familje nuk e kishte parë kurrë më parë. Nona domethënë atë i ka humbur ndjenja dhe nuk është përmendur orë të tëra. Dhe kam të fiksuar që kur është përmendur, ka qenë prap natë, edhe ka dalë në obor, kishte një gjë që ja admiroja, natyrë që sado t'i bëje kish nuk mallkonte kurrë. Asnjëherë. Është e vetmja rast që e kam parë, që ka dalë në obor, ka ish amin e kollës dhe ka thënë, o Zot, e pafsha atë që ma bëri këtë gjëm, e pafsha sa më keq të jetë e mundur. Dhe në fakt e pa. E pa shumë keq, e pa të braktisur atë njeri nga familja vet, nga fëmijët. Domethënë pati një fund që mblidhe edhe cigare të rrugëve se nuk kishte as për të blerë cigare. Edhe këtë e kam të fiksuar domethënë. Burgosja e dytë Osman Kazazit do të thoshte shkërmoqje në një çast e gjithë shpresave që ata kishin thurur për 2 vite pas kthimit të tij nga internimi. Pas arrestimit të tij, ai do të akuzohej për agjitacione propagandë dhe do të dënohej me 10 vjet heqje lirie. Më vonë, po me këtë akuzë, do të ridënohej brenda në burg edhe 10 vite të tjera. Kështu, për 2 dekada, jeta e tyre do të rrithte e tillë. Ai në burg, në burrel dhe spaç, dhe nëna e tij me motrat jashtë, por në përpjekje të pafund për ta ndihmuar që ai të mbijetonte deri kur të dilte nga burgu. Nesi tregon shumë episode të shtektimit të dhimbshëm të grave të familjes Kazazi për t'i bërë ballë vuajtjeve në këto kushte me Osmanin në burg. Mbaj mend që tregonin këta kur shkonin në burrel, që nuk i ndihmonin të mbanin se sa që shkonin, mendoje se sa të ngarkuar shkonin.
sepse dinin që Osmani nuk hante asgjë vetëm, pra çdo gjë Osmani do ta ndante me të tjerët. Përveç që e ndante me të tjerët, porosiste dhe ilaçe që ju duheshin njerëzit që ishin në burg dhe s'kishin mundësi që familjarët ju shkonin. Kishte familje që i shkonin shumë rrallë se ishin nga jugu, ekstremi jugut, që të shkonin deri në Burrel doje një ditë të shkoje e një ditë të ktheshe. Nuk kishin mundësi dhe i porosiste motrat e veta që këto ilaçe më duan. Gjëja që donte gjithmonë të mos i mungonte ishin hudhrat. Për arsye se ju jepte të tërë të burgosurve hudra që të ruanin pjesën e zorëve dhe të stomakut, nga që higjiena ishte përfaqe të zezë, domethënë ndiheshe se ishte higjiena atje dhe në tualetet e burgut, dhe për t'i mbrojtur të burgosurit nga ndonjë infeksion që mund të merren në ato tualetet të skandalshme, ju jepte të tërë hudra në mëngjes. Dhe ishte pjesë e pandarë e ushqimeve që paketoheshin për të çuar në burg, ishin vargjet e hudrave, e mbaj mend si sot. Por në këto udhime të gjata e të vështira me sakrifica të mëdha për të gjetur dhe çuar ushqime, veshmbathje dhe ilaçe në burg çdo muaj, nëna Osmanit dhe motrat e tij do të kalonin peripeci pafund. Në Burrel ishte një copë rrugë për të ecur nga vendi ku i lindte autobusi deri në burg. Askush nuk i ndihmonte, vetëm pse ishin njerëzit e të burgosurve. Dhe kishte raste kur duhej që ju duheshe të flinin aty dhe nuk i pranonin hotel, flinin jashtë. Ishte vetëm, më thonë tezet, tregonin që ishte vetëm disa herë në praktikë ka ndodhur kjo gjë. Ishte një që ishte roje, hotelet kishin një roje në katë të parë, që kishte një kthim të vogël. Ai, se këto flinin në vendet ku kishte dritë dhe ku mund të ishin më të sigurt, se tash ishin femra, mendohet të flesh jashtë. Dhe mbas orës 12, ky roja i hotelit i fuste brenda në katë të parë, në korridor që të pak më flinin aty, se thoshe përpara më kam frikë se më shikojnë dhe më spionojnë. Mbas 12 jam gjithë në gjumë dhe e kam më të lehtë të ju lejoj të paktën të flini këtu në hallin e katit parë të hotelit. Dhe disa herë ky persona ka bërë këtë gjë. Po ashtu, një ngjarje të vështirë dhe delikate Nesi kujton nga një prej vizitave që i bën gjyshja e saj dhe ëma Osmanit në burgun e Spaçit. Ndërsa në Spaç, që mbaj mend një herë ku ka shkuar me gjyshen për ta takuar Daj, nuk i kanë lejuar, sepse kishin dënuar dhe kishin futur në qeli dhe thanë që nuk ka të drejtë takimi. Po të paktën i thanë tona fusni gjërat, ushqimet edhe të ikim. Mendoje nga Spaçi, nga rruga kryesore, ajo rruga e Spaçit në këmbë, shkonte makina atëherë deri atje, vetëm ato kamionat që nuk po merrnin, kamionat që ngarkonin minerale. Dhe i thanë që prisni t'ju kthejnë përgjigje. Dhe nuk i kthyen përgjigje, i lanë aty derisa u ersua. Dhe ata ishin të detyruar të flinin aty. Dhe kanë pjetur të dyja në këmbët e një ure, ishte një si ure, janë futur këmbët aty nga frika se mos. Dhe nuk e harrojmë këto dhe ja dim për shumë faleminderit që njëri nga ato kamiona që po prisa aty për të ngarkuar, se duhet priste të ngarkohesh që mëngjes herë, ai ka ndezur dritën e kamionit që t'i ndriçoj gjatë natës që të mos kenë frikë. E kanë ndetur tërë natën aty, dhe të nesër mëngjes u kanë marrë vetëm ushqimet, nuk i kanë lejuar takimin, kanë marrë ushqimet dhe janë kthyer pa e takuar. Dhe rastet të tilla kishte pafund. Për aq kohë sa Osmani mbahej izoluar në burg, dega e vetme ku kapeshin motrat dhe nëna e tij ishte dita e lirimit. E përllogarisnin aq shpesh atë ditë, duke besuar se ajo do të vinte më shpejt. Por për fat të keq, ajo do të largohej edhe më shumë. Pasi mbaron dënimin prej 10 vitesh, ndërkohë që e prisnin të kthehej në shtëpi, Osmanin e kishin ridënuar. Në ato ditë pritje kishin rregulluar çdo detaj në shtëpi.
për ta mirëpritur, por gjithçka do të rikthehej aty ku ishte një tjetër 10 vjeçar pritje. Nesi kujton se në gjithë këto vite pritje, vetëm diçka nuk ndryshonte në shtëpinë e tyre, dhoma e vogël e Osmanit. Shtëpia ka qenë me 2 kate, domethënë rriheshe në katën e parë dhe fliheshe në katën e dytë. Dhe në katën e dytë ka qenë një dhomë e vogël, që quhej dhoma e Osmanit dhe që askush nuk flinte aty. Ajo dhomë rrinte pastroheshe çdo javë, një lloj si pjesa e tjetër e shtëpisë, por askush nuk jetonte. Ishte një dhomë që ishte gjithmonë pritje të Osmanit. Dhe kishte edhe dollapin aty dhe të gjitha. Vazhdimisht të tëra kostumet ishin ruajtur të gjitha. Edhe këpucët dhe kostumet, siç i kishte bërë në Itali. Edhe kapele republike, edhe kollaret dhe çdo gjë ruheshe, dhe të tëra pastroheshin rregullisht çdo javë. Kur pastroheshe dhoma, pastroheshin dhe rroba. Edhe vareshin të mbështjella në një çarçaf. Kur ka dalë Daja ishte nga burgu, edhe i organi, i atlas në ngjyrë blu e hapur, pra midis burqellës së blu, se mbaj mundësi sot, ruheshe. Ishte Osmani dhe ruheshe. Ajroseshe, ruheshe çdo moment, dhe në moment që ka dalë nga burgu, është shtruar urgjentisht se krevati me çdo gjë që ishin të aty, me çarçafën, me organin blu, me gjitha në moment, se kishin frikë të shkretët ta bënin këtë gjë më para, pasi shumë herë kanë pritur, edhe Daja dënoheshe 10 vjet dhe pastaj 10 vjet tjera ja jepnin po në burg. Dhe kur këta pristin që Daja të vinte, Daja dënoheshe dhe rrinte edhe 10 vjet të tjera. Dhe këtë gjë domethënë e kishin që krevati nuk e shtronin, se thonin po e shtrojnë dhe nuk po na vjen. Dhe e kanë shtruar në momentin që Daja ka ardhur. Nesi kujton po ashtu një moment të trisht nga ajo ditë kur Daja e saj Osmani doli nga burgu. Ka patur edhe një histori të trisht, të them, në momentin që ka arritur, sepse nuk mendoj vite pa e parë Tiranën, dhe nuk është orientuar dot për të gjetur shtëpinë kur ka në 86-ën. Sepse na lajmëroi neve që domethënë i çuan rrobat, do ja çoj njëra nga tezët me gjithë tim vëlla, rrobat me cilat do dilte nga burgu, por ditën nuk e dinin. Edhe Osmani tha që do t'ju lajmëroj unë se kur, por nuk na lajmëroi, e bëri si surprizë. Daja u bë një amnistia atëherë dhe nga kjo amnistia fitoi vetëm një ditë. Dhe erdhi pra një ditë përpara se i takonte që të dilte. Dhe nuk është orientuar dot në qendër Tiranës, dhe pastaj aty e ka ndihmuar dikush. Ka pyetur dikë dhe ai e ka sjellë deri në pragun e shtëpisë. Nesi thot se në gjithë këtë histori dhimbje, ajo që vuajti më shumë që gjyshja e saj, Hatixhe Kazazi, ose Nona Meja, siç e quanin ata. Ajo, siç e përshkruan Nesi, ishte gruaja më e veçantë dhe më e fortë që mund të njohësh. Buzëqeshte edhe pse dhimbja i kishte pushtuar shpirtin. Pesha e vuajtjeve, edhe pse tepër e rëndë për supet e saj, nuk e rrëzoi për asnjë çast. Dera e shtëpisë mbeti e hapur në çdo orë të ditës edhe të natës, për këdo që i duhej një stre, mikpritse, edhe pse në vështirësi, sepse për te i karakterit të saj, ajo kishte edhe një rol të rëndësishëm dhe duhej të ishte e denjë për të. Ajo ishte nëna e Osman Kazazit. E ka vuajtur shumë, faktin që Osmani ishte në burg. Edhe por ishte grua shumë e fortë. Edhe gjithmonë i jepte kurajo vetës dhe thoshe që ma ka çuar Zoti këtë hall, sepse di që unë e mbaj. Dhe nuk e thyu kur fakti që Osmani ishte në burg, sepse thoshte unë e falenderoj Zotin që e kam gjallë. Më jeton djali. Vërtet që nuk është me mua, po jeton. Dhe unë shkoj e shoh, po sikur mos ta kisha parë.
dhe jetë shumë kura ajo vetës. Ajo që e theu pastaj dhe që nuk e përballoj dot më ishte vdekja e njërës nga motrave të Osmanit në 88, nga fundit të 88-s. Ajo e shkatroi. Aty unë kam dëgjuar atë që t'i kërkonte Zotit ta merrte. Kur Daja ishte brenda në burg, thoshe gjithmonë o Zot më jep jetë ta shikoj sa të hyj në derën e shtëpisë dhe pastaj le të vdes. Kur Daja doli nga burgu, thoshte o Zot më jep dhe pak jetë ta shijoj dhe neve bile e qeshnim nganjëherë dhe thoshim që po e tradhton fjalën e parë, lutjen e parë që i ke drejtuar Zotit. Por jetoi 3-4 vite, nga 86 deri në maj të 90-s.